Pas një periudhe të shkurtër uljeje, çmimet e karburanteve në vend janë rritur sërish. Bordi i Transparencës ka vendosur këtë të premte shtrëngimin e naftës dhe benzinës, duke rikthyer çmimin mbi nivelin e 200 lekëve për litër. Sipas vendimit të fundit të bordit, nafta do të tregtohet me pakicë jo më shumë se 202 lekë për litër, nga 198 lekë që ishte më parë, ndërsa benzina në 188 lekë për litër. Për shitjen me shumicë, gazoili do të tregtohet deri në 190 lekë për litër dhe benzina deri në 176 lekë për litër. Vendimi ka hyrë në fuqi këtë të premte më 16 maj në orën 13 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku pritet të reflektohen ndryshimet e reja të tregut ndërkombëtar. Në njoftimin zyrtar, autoritetet u kanë tërhequr vëmendje të gjithë operatorëve të tregtimit të karburanteve për zbatimin e detyrueshëm të çmimeve të përcaktuara. Sipas paralajmërimit, çdo subjekt që shkel vendimin rrezikon pezullimin e aktivitetit. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë deklarojnë se janë të angazhuara për mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së ndershme në treg. Po ashtu bordi sqaron se çmimet aktuale mbeten nën kufirin e parashikuar nga akti normativ për uljen e akcizës. Kjo do të thotë se për karburantet do të vijojë të aplikohet akciza e plot në nivelin 100%.